Zbulohen 4 ton mish të pa deklaruar dhe miliona euro të fshehura. Kontrolli zbulon se një kontroll i administratës tatimore në tregtimin e produkteve blektorale ka zbuluar 4 presje 0,41 ton mish të pa deklaruar dhe 9,3 milionë euro të ardhura të fshehura, duke kallëzuar penalisht në Prokurorinë e Tiranës një subjekt të madh tregtar, si dhe duke ngritur shqetësime serioze për evazion fiskal dhe sigurinë ushqimore në vend. Verifikimet janë kryer nga Drejtoria e Tatim Paguesve të Mëdhenj në administratën tatimore, e cila ka zbuluar shkelje serioze të legjislacionit tatimor në fuqi dhe një shembull të qartë evazioni fiskal. Nga kontrolli u identifikuan mospërputhje midis inventarit fizik dhe atij të deklaruar në sasi, ndërkohë që vlera totale e dëmit të konstatuar arrin në rreth 6,4 milion euro. Rasti është përcjell hetimi tatimor i cili ka referuar për ndjekje penale pranë Prokurorisë së Tiranës. Administrata tatimore tha se ka një vullnet të palëkundër përballë shkelcëve të ligjit, qofshin këta tatim pagues të mëdhenj.